e kanë analizuar me kujdes lapsusin e Trumpit, duke përmendur ngushticën e Trumpit, janë duke menduar se Trumpi është duke bërë gati një plan tjetër. Plan të cilin nuk e ka cekur askush në planet. Cili është plani i tij? Është duke përgatitur që të marrë nën kontroll ngushticën e Hormuzit, ta bëj ngushtica e Trumpit, ta shndërroj si kanali i Suezit dhe të detyroj kompanitë e siguracioneve të ndajnë fitimet me të 50-50, 50%, 50%. Para 3 netësh ju kam bërë një analizë të jashtëzakonshme, të cilën e gjeni ke kanali Kreshnik Osmani në YouTube, para 2 netësh ose 3 netësh, video me titullin Analiza më e rëndësishme e jetës time. Atje ju tregoj një dimension të fshehur, të cilin nuk ju a thon në asnjë televizion shqip folës, por jo vetëm, analizë e cila shpjegon dimensionin e fshehur të luftës dhe influencën e jashtëzakonshme të monopolit britanik të kompanive të siguracioneve. Si munden ata ta bllokojnë Hormuzin pa shkrep asnjë fishek. Trumpi është duke u përplasur jo vetëm me Iranin, Trumpi po përplaset me Londrën. Prandaj ju e shihni këtë përplasje të fortë mes Donald Trumpit dhe Keir Starmerit. Synimi i Trumpit nga kontrolli i kargut dhe kontrolli i ngushticës së Hormuzit është që të ul influencën e kompanive të siguracioneve dhe t'i bëhet ortak Londrës në biznesin e madh të siguracioneve në botë.